Qysh e keni kuptuar po interpretohet nga vendosa ndryshe nga palët të tjera ndryshe, qysh kanë edhe kësat? Nëse duhet me vërtet të shehur apo kalon në kapur? Besoj që lirë se të klajnë me privatësisë do të zbjehet në ndryshme politike, ajo që është e qartë, është dukshme, është se lëvizja vendosur është munduar që ta vajtojë vendimin e gjykatës përshtatuse në aspektin juridik, ashtu siç e depërtit derisa gjatë ngrënies djeshme kemi pasur një interpretim vendimi i gjykatës përshtatuse e pushman edhe në mënyrë konfirmon atë që ai më thënë konsiderimi i kuvendit të shpërblyesjes së e veç pas të kilometrë mbarë të cilat të jenë vajzësi të të dhe në përsi të kuvendit. Në linë me këto, natyrisht që ne do të vazhdojmë këto. Si lëvizje kemi kryer në tonë, pra kemi ardhur bashkëmisht në secilën prej seancave, kemi marrë pjesë në votim, kemi propozuar kandidatin tonë për kryetare të vendit, kalimin në votimin e fshat, ka qenë pikërisht në linë të obligimit tonë si subjekti më i madh fitues i zgjedhjeve që të gjejmë një zgjedhje. Jo linë që fillimisht ka qenë propozimi për votim të hapur, pas letrës së presidentes e cila kërkoi që kuvendi vetë të gjejë zgjedhjen, si një mundësi e rejnë kemi propozuar votimin e fshat, ndërkaq partitë tjera nuk kanë marrë pjesë në votim, ndonë se mund të kishin votuar kundër dhe të rezonin votimin e fshat. Gjykata kushtetuese askund nuk e ka rëndësi që votimi i fshat është vetëm kundër kushtetues apo i partitë, andaj besoj që sa do të votim tani kemi edhe një konsultim të fundit nga mbajtjes së seancës dhe siç e keni parë edhe kryeministri i kryetarit të Krizës tashmë ka dërguar një tekst të kryetarit e partisë me shprehje në unëtet për arritjen e njerëzve socialistë të partisë. Patjetër janë dy mundësi, duhet që secila prej subjekteve të votojë propozimet e subjekteve të tjera, si rasti i kryetar të vendit, dhe ne të trajtojmë propozimet të subjekteve të tjera të ndërkohë mundësia tjetër është të arrijë një konsensus me të qytetarët, pra nuk mund të ketë kuptuar për zgjedhjen e kryetarit se cila është drejti i takon lëvizjes, ndërkohë që të ketë një kuptim për zgjedhjen e kryetarit. Për mundësi, janë dy mundësi e para që ne të pranojmë dhe ne do të preferonim këto, që të mos ndërhyjmë ne në propozimet dhe zgjedhjet e DPK-s dhe të BDK-s, ashtu si kushtetarët të pranonin kandidatin tonë, por nëse ka